besimtarët musliman që janë me tauhidin e pastër, që e kanë njohur Zotin dhe kanë pranuar profetët, kur të futen në xhenet, do të mrekullohen dhe fjala e tyre do të jetë e tillë: wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. E xhenetlit kur të futen në xhenet, në dyert e xhenetit, kur do të shohin mrekullitë e tij, sa që profeti alayhis salatu wassalam shpjegoi, kur të shohin sytë e xhenetlive mirësitë e xhenetit sa të futen në derën e tij, në dyert e tij, do t'i ndriçoj fytyra si hëna 15 vjeçre, do t'i shkëlqejnë sytë siç shkëlqejnë yjet në qiell, do të mrekullohen dhe do të thonë: falënderuar qoftë Allahu, i cili premtimin e vet e bëri realitet ndaj nesh dhe na e la në disponim tokën e xhenetit që të vendosemi në xhenet aty ku duam. Sa shpërblim i mirë është ky për ata që vepruan drejt, për ata që vepruan mirë dhe e kënaqën Allahun xhaleshanu.